Po ashtu unë e di që në çdo shtet serioz, çdo shtet i cili është shumë i zhvilluar, çdo shtet i cili është i konsoliduar, pozita edhe opozita arrin të ndërtojnë disa qëllime të përbashkëta për hir të interesit të përgjithshëm qytetarëve të vendit. Pikërisht tash dhe ky është momenti në Kosovë. Vetëvendosja po e bën kompromisin e vet. Po e bën kompromisin e vet. Më shumë se kaq nuk ka mundësi. Nuk ka mundësi sepse ne po e prezantojmë një qeveri në të cilën nuk është kryeministër Albin Kurti. E ky mendoj që është një kompromis shumë i madh për lëvizjen vetëvendosje. Ama tash e ka radhën opozita për kompromisin e vet. Me përulje dhe obligim më duhet ta pranoj këtë nominim të Këshillit të Përgjithshëm për mandatar kryeministri. Këtë e bëj si thirrje nga detyra, e cila na shndron në shërbëtor të interesit publik. Cili është interesi më i thellë publik i popullit dhe shtetit tonë në situatën ku ndodhemi. Lëvizja vetëvendosje e ka definuar këtë interes në dy shtylla në rrethonat aktuale. Së pari, shmangja e dy parë zgjedhjeve të mundshme brenda 3 muajsh, dhe së dyti, votimin e buxhetit për vitin 2026, pa të cilin rrezikohen dimensionet vitale të qytetarëve tanë. Albin Kurti është personi më i votuar në historinë e zgjedhjeve parlamentare të Republikës së Kosovës. Problemi i nderuar i kryetar Albin është që atë sa e ke gëzu popullin me gjithë këtë mbështetje, në po të njëjtën mos ke nxitur edhe shumë frikë te kundërshtarët të politik, të cilët u bashkuan vetëm me një qëllim, të ta pamundësojnë krijimin e një qeverie për herë të tretë.